Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, të mirat të Allahut qofshin mbi gjithë ju. Falenderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit fuqiplot. Selamet për shëndetit tona për mësuesin e njerëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të bindur se keni kaluar bashkë me familjet e juaja një Ramazan të qetë dhe të plotësuar shpirtërisht. Edhe ne si muftini e Shkupit u angazhuam që sado pak që shërbejmë juve dhe të kontribuojmë në ngritjen shpirtërore të besimtarëve të këtij nënqielli. Pas mbledhjes me nëpunësit fetar, ku u shpërndan vendimet e Ramazanit, falë për kushtimit të hoxhallarëve, këshillit dhe xhamatit të xhamisë, madje u angazhuan edhe student e nxënës të medresesë. Për çdo ditë Ramazani, besimtarëve u ofruan ligjërata fetare, mukabele nga Kurani dhe shumë aktivitete ndryshme fetare e kulturore. Filluam këtë muaj të bekuar me vendimin e 5 billboardeve e 10 banderoleve në vendet ndryshme frekuentuese të qytetit me rrethim. Paraqitëm program të begat për ata që ndjekin faqen e muftinisë së Shkupit dhe TV Muftinia në rrjetet sociale. Kohën e syfyrit e iftarit me dua dhe ezan për çdo ditë. Namazi i Teravis, ndryshe nga xhamitë tjera, tradicionalisht në xhaminë e Murat Pashës edhe këtë vit u fal me hatme. Ushqimi shpirtëror i Ramazanit u realizua me talebet e Kuranit, me nxënësit që ndjekin mësimet e hifzit në 2 institutet që veprojnë në kuadër të muftinisë, atë të djemve dhe të vajzave, si dhe në mektebe tjera të Kuranit. Emrat e bukur të Allahut titulloi video projekti që edhe këtë vit e realizua me ligjërues të xhamive të ndryshme. Bashkëpunimi me Radio Vatin vazhdoi me realizimin e emisioneve në prag të iftarit. Ndryshe nga formati i vitit të kaluar, vazhdoi edhe emisioni Foleja, dedikuar fëmijëve, e realizuar me nxënësit e mektebeve dhe e njëjta publikuar në rrjetet sociale. Risia në këtë vit është bashkëpunimi me shumë media, brenda dhe jashtë vendit, si referencë për një sër emisionesh të karaktereve të ndryshme. Edhe këtë vit ishim pjesë e emisioneve të përditshme në Alsat M dhe Radio Shkupi. Në tryezën e iftarit të muftinisë së Shkupit, besimtarë të shtresave të ndryshme, brenda këtij Ramazani u ulën 3994 agjërues. Filluam me iftare për çdo natë, me 60 antarë të familjeve në nevojë dhe student. U ofruam iftare 51 të përgosurve në burgun e Shutorizarës për çdo natë. Bëm iftar bashkë me 420 hoxhallar, mutevelin, afariste qiraxhin. Realizuam iftar në bashkëpunim me shoqatën Mirësia me 155 persona me nevoja të veçanta. Shtruam një iftar dedikuar grave me 200 pjesëmarrëse, mualime, profesoresha nga medreseja, studente nxënëse, drejtoresha e mësimdhënëse, gazetare aktiviste, për të gjithë ata që kontribuojnë në jetën fetare e shoqërore. Në koordinim me medresen Isabeu, gjithësisht paralele në shtrirë të vajzave në Shkup, në 26 xhami koordinuam realizimin e programeve fetare të dedikuar grave, duke shtuar edhe programet e veçanta dedikuar ditës së Bedrit dhe natës së Katërt. Këtë Ramazan realizuam edhe 2 tribuna me ligjërues nga jashtë, me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Prishtinë, Hoxh Hetem Efendi Sopjani dhe muftiun e Tiranës, Hoxh Gazmend Bilal Teqa. Me programe të veçanta u shënua dita e Bedrit dhe shërimi i Mekës. E në kërkim të natës së Katërit, në 10 netëshin e fund të Ramazanit, në netët tek realizuam programe të veçanta fetare me shumë hoxhallar. Filluam me natën 21 në Hasanbek, më pas në 23 në Maran, vazhduam në 25 në Rashe për të rumbullaksuar në xhaminë e Mustafa Pashës në natën 27. U nderuam me mysafirët nga delegacioni 16 antarësh i Bashkisë Fetare Islame, që ligjëruan dhe vizituan xhamitë të ndryshme të Shkupit. Për të qenë pranë xhamatit, bashkë me bashkëpunëtorët, vizituam gati se gjitha xhamitë e Shkupit me rrethim. Nuk i harruam më të dashurit tanë, organizuam program kulturor e festiv me nxënës të mektebeve, duke bërë shpërndarjen rreth 2500 paketave të Bajramit. Gjithçka që përmenda dhe shumë tjera që nuk arritëm, u realizuan falë atyre që përkrahën jetën fetare në Shkup. Allahu u ashtoft bereqetin.
E pas një angazhimi në shërbim të besimtarëve, realizuam edhe koktejlin e Bajramit, me gjithë ata që në forma të ndryshme shërbyen nëpër xhami, në këshillat e xhamive, me hoxhallarët, për t'i thënë njëri tjetrit urime Bajramit. Dhe u thejmë edhe gjithë juve, urime e gëzofshi Bajram.